Mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends dhe kjo voglushe këtu poshtë është pupa e cila, siç e shikoni dhe ju, për herë të parë ka ardhur në plazh. Cilat janë gjërat që duhet kemi ne më shumë parasysh kur shkojmë në plazh me qenin ton? Do t'i zbuloni ato tani. Gjë e parë që duhet keni parasysh është normalisht të gjeni plazhin e duhur ku mund të lejohet edhe qeni juaj të rri. Normalisht duhet një plazh publik ose edhe po të jetë plazh privat, sigurohuni që ata t'i lejojnë qend. Gjëja më e rëndësishme nga të gjitha është që duhet të merrni shumë ujë me vete. Sa më shumë ujë të pishëm, aq më mirë, pasi qeni mund të dehidratohet shumë thjesht. E shikoni, kanë shumë nevojë për ujë gjatë kohës që janë në plazh. Mos harroni që është shumë e rëndësishme që gjatë gjithë kohës të gjeni një hije për qenin tuaj që të ketë mundësinë të rrijë aty. Edhe nëse merrni edhe disa peshqira me vete ku të mund të rrijë, është akoma edhe më mirë. Sigurohuni që dita që zgjidhni për të vajtur në plazh me qenin tuaj të jetë si dita e sotme, për shembull, që deti nuk ka shumë dallgë, pasi dallgët e mëdha do jenë një problem për qenin tuaj. Në një moment ai mund vendosi që të hidhet në det edhe ndoshta dallgët mund edhe ta mbysin. Një gjë që këshillohet nga shumë veterinerë është që edhe qeni juaj të mos pi ujë deti, pasi bën shumë keq për shëndetin e tij. Sigurisht që kur shkoni në plazh ju merrni krem kundra diellit, apo ka dhe krem kundra diellit për qenin tuaj, kështu që bëni mirë që të merrni edhe për të. Dhe zonat ku ju duhet ta lyeni, hajde këtu ti. Se duhet të tregojmë ku duhet lyer qenin. Zonat ku duhet ta lyeni janë pikërisht pjesa e hundës, janë më delikate, dhe pjesa e veshëve. Mund të shkosh të luash tani me shkopin tënd. Sigurisht që duke ardhur në plazh, duke luajtur në rër, duke vrapuar, qeni juaj do lodhet. Dhe duhet i lini atij kohën që të shlodhet pak. Mundësisht gjeni një vend në hije që të jetë sa më i freskët edhe të hidratohet. Mos harroni që uji është shumë i rëndësishëm. Duhet siguroheni që të keni mbrojtje edhe për putrat e qenit tuaj. E mira do ishte të kishit disa këpucë kastile për këtë punë, pasi rëra bëhet shumë e nxehtë dhe fatkeqësisht, sidomos për plazhet tona, ka shumë nga këto pisliqe, ka xhama, ka tapa shishesh, ka gjëra nga më të ndryshme që mund të çajnë putrat e qenit tuaj. Kështu që përveç këtyre këpucëve të vogla do bëni të mirë që të merrnit edhe një kuti të ndihmës së shpejtë, pasi nuk e dihet asnjëherë se çfarë mund të ndodhi. Dhe mos harroni që edhe rëra e nxehtë përbën një rrezik shumë të madh. Nëse qeni juaj është futur në ujin e kripur, atëherë në momentin që do lini plazhin, bëni mirë që ta shplani atë me ujë të ëmbël, pasi nuk i bën mirë për lëkurën e tij që kripa të rri edhe t'i thahet në qime dhe në lëkurë. Gjithashtu edhe nëse nuk është futur në ujë, po ka qenë në kontakt me rërën, bëni mirë që të përpiqeni ta shkundni ose ta shplani në mënyrë që mos t'i ngelet as rëra në qime ose në lëkurë, pasi mund të ngelet aty dhe mund t'i acarojë lëkurën dhe mund të krijojë ndonjë infeksion. Këto ishin gjërat kryesore që ju duhen nëse do shkoni në plazh me qenin tuaj. Apo dhe diçka e fundit. Nëse keni një qen femër që është me menstruacione, mos e çoni atë në plazh pasi ka për të tërbuar qenë të tjerë meshkuj.